Mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Në qendrën komunale të numrimit në Mitrovic të Jugut ka përfunduar procesi verifikimit të rezultateve të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës. Nga ky proces, në mbrëmjen e së hënës ishin tërhequr komisionerët e PDK-s e të LDK-s shkaku i dyshimeve për keqpërdorim të votave gjatë procesit zgjedhor, pasi që kanë hasur në flet votime me numër serik që nuk ka përkuar me atë të vendvotimeve ku është votuar. Për më të rejat nga Mitrovica e Jugut, inkuadrojmë në lidhje të drejt për drejt gazetaren Valmira Hoti. Valmira, cilat janë informacionet më të fundit nga procesi verifikimit të rezultateve të balotazhit për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut? Paraqitemi direkt nga ura e Ibrit, ky simbol ndarës në Mitrovicën e Jugut dhe atë të Veriut, ku ne gjatë gjithë ditës sot dhe dje kemi qëndruar në komunën e Mitrovicës, konkretisht tek qendra komunale e numrimit, për të përcjellur nga afër procesin e verifikimit të votave, i cili pra një ditë më parë ishte ndërprerë dhe më pas edhe kishte filluar për shkak të dyshimeve për manipulim të votave pas disa parregullsive në fletvotime, ku numrat serik nuk përputeshin pra në fletvotime me atë të vendvotimeve. Ky proces tashmë në orën 14 vetë ka përfunduar dhe tani ju ftoj të ndjekim deklaratën e kryesuesit të Komisionit Komunal Zgjedhor, Bajram Hajdari, i cili dha më shumë detaje rreth këtij procesi. Procesi i verifikimit të fletvotimeve ka përfunduar në ora 14. Tash jemi duke i bërë përgatitje për bartjen e materialit në qendrën fushësore. Sa fletvotime të parregullta janë gjetur me numra të ndryshëm serik, me që kjo ka qenë tema diskutimit dhe tema që ka shtyrë procesin deri më tani? Sipas një verifikimi parapraktik që kemi bërë, janë 75 fletvotime për ato të cilat po pyetni. Çfarë ndodh me to? Ato në një pjesë me kërkesë të policisë i kemi bërë kopje, edhe ja kemi dorëzuar, pastaj janë organe të tjera çfarë. Të pavulosa nuk e dim që i ka pas ndonjë të pavulosa, nuk kemi marrë prej ekipet numrimit që edhe pse na nuk e bëjmë këtë verifikim na si KKZ. Këshilli i vendvotimit është dashur, por edhe këtu e verifikohen nëse kanë qenë të pavulosa, hyn në zarfin përkatës që janë të pavulosa. Tek qendra komunale e numrimit të votave në Mitrovicën e Jugut, të pranishëm ishin edhe antarët e PDK-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Arjani Telshani dhe Ilir Gashi, të cilët thanë se procesi i votimit në këtë komunë është lënduar dhe kanë kërkuar rivotim. Ndjekim deklaratën e antarit të PDK-s në KQZ, Ilir Gashi. Që dini sot dhe përfundoi procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në këtë qendër të numërimit. I falenderoj gjithë vëzhguesit, numëruesit të cilët kanë bërë një punë të mirë në verifikimin dhe identifikimin e gjitha fletvotimeve. Prandaj ne sot mendojmë që ky proces duhet të bie edhe në duart të organeve të drejtësisë, për faktin se nga këtu kemi vërej se kemi një defekt serioz të fletvotimeve të cilat e kanë në një farë mënyre e kanë rënë besimin e opinionit publik në procesin zgjedhor. Për rrjedhoj, ne konsiderojmë që e vetmja mënyrë për ta rikthyer këtë proces në binar, për ta rikthyer besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe për t'i dhënë integritet dhe besueshmëri, është rikthimi edhe një herë të qytetarëve të Mitrovicës të këtij procesi, që nënkupton rivotim të ri, do thotë shkurja në zgjedhje prapë në këtë komunë. Gjatë qëndrimit tonë në qendrën komunale të numrimit, pra gjatë orëve të mëparshme, sa ishte duke vazhduar ky proces, zyrtarët përgjegjës për numrim hasën në fletvotime me numra të ndryshëm serik. Pra këto fletvotime për të cilat dyshohen se mund të jenë të manipuluara. Ndjekim në vijim disa nga shpjegimet e vetë komisionerve për këto fletvotime, se çfarë në fakt është gabimi në to. A kona i gabim shto? Ku është gabimi? Numri serek është ndryshe. Numri serek pra është ndryshe. Ka të tilla që keni hasur vazhdim gjatë ditës së sotme? Kjo është e treta, më thonë. Që keni hasur?
Këtu do më thënë është problemi, apo? Unë të numri së rregull. Kjo është 11-18-02, a normal është 11-22-01. Vjen që është ndryshu shkolla, është ndryshu klasa mbrana shkollës. Jo, është shkolla ndryshu. A mundesh me ditë sa është distanca dhe për çfarë shkolla bëhet fjalë, se di që është problem me ditë. Nuk e di shkolla. A janë shkolla afër, a janë shkolla larg? Jo, është lart, nuk janë afër. Sa të tilla keni vrejtur sot gjatë lëndimit? Në më thonë, tavolinën tëmë është e para. Këto ishin të gjitha informacionet rreth zhvillimeve të pothuajse 3 ditëve të fundit në komunën e Mitrovicës së Jugut, aty pra ku ka dyshime për manipulim të votave. E gjitha i mbetet tani më organeve të drejtësisë dhe tuesisë për të parë se a qëndrojnë pretendimet e tilla apo jo. Unë të falenderoj shumë për këto informacione që solën nga Mitrovica e Jugut. Drejtori i Institutit Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj ka prelajmëruar padi ndaj bashkëshortit të ish ministrës drejtësisë Albulena Haxhiut, Alban Krasniqit, për shpifje ndaj përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët ai ka quajtur zëdhënës të Sami Lushtakut. Ora, unë nuk kisha thonë që është bashkëshorti i ish ministrës së drejtësisë nën kryetares së kuvendit, është Alban Krasniqi, i cili është dërguar nga lëvizja vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, një mekanizëm kushtetues që ka për qëllim, ka për mandat kushtetues organizimin e zgjedhjeve, mbarbajtjen e zgjedhjeve, në një mënyrë me siguru vullnetin e qytetarëve e popullit në zgjedhjet lokale apo në zgjedhjet e përgjithshme, kështu që i njëjti do të ka një funksion jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, një ndër institucionet më të rëndësishme kushtetuese në Republikën e Kosovës. Në anën tjetër, unë mendoj që ky ka filluar me ul pak nivelin, sepse përpara na quante se jemi zëdhënës të Vučićit, jemi zëdhënës të Serbisë, jemi zëdhënës të Amerikës, do të thotë zakonisht do të thotë ndron në qëndrimet varësisht do të thotë se ku i përshtatet ose ku mendon që mund ta luajë një rol për ta qitur si themi partinë e tij më mirë. Po ajo çka është më së saktë është që i njëjti është abuzues me të drejtën e si themi e adresimit publik, është një abuzues fatkeqësisht i cili përhap gënjeshtra, përhap mashtrime në publik, jo vetëm për ne, po edhe për media për të tjerë. I njëjti duhet me kuptu që janë në pushtet që 5 vite, me mbi 50% të votave në zgjedhjet të vitit 2021. I njëjti duhet me kuptu që drejtori në policin e kontrollon partia e tij. I njëjti me kuptu që ka inteligencën financiare që merret me shpërlarje paras, është drejtori i emëruar nga qeveria partinë e tij, kështu që nëse ka dyshime për keqpërdorime, i njëjti partia e tij përmes njerëzve që i ka kapur institucionet me bëhetime pavarura dhe me qit në pa nëse ne jemi punojmë për këndo ose nëse kemi bërë do të thotë shpërlarje parasa po çka e potencion në posimin e tij. Kështu që do të thotë fjalët e tij padyshim janë vetëm fjalë koti, pa baza, po që ne se paku ne si këtë do t'i adresojmë përmes padisë, në që njëtë një mënyrë të rehabilitohet dhe mos bëj gabimet të tilla në të ardhmen. Pra po paralajmëroni padi ndaj këtij rasti? Po pa pikë dyshimi sepse i njëjti duhet me i vërtetuar. E përsëris, është një parti që ka në dorë policinë, ka një inteligencë financiare, ka ATK-n, ka doganat, ka të gjitha. Nëse këto dyshime që i pretendon janë të vërteta, ato të duhet që të adresohen përmes institucioneve, jo përmes adresimeve koti në Facebook. Ndërkohë kemi edhe gjuhë të urrejtjes, nëse mund ta cilësoj të tillë apo edhe më shumë, që nga deputet, nga përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje kundrejt edhe gazetarëve, edhe shoqërisë civile. Pse po ndodh kjo, mendoni? Tash ne po flas si KD, nëse do të i shpalosnim komunikimet, mesazhet, emaillat që kemi pasur me vetëvendosjen sa ka qenë në opozit, ta kuptonin do të thotë që kemi pasur të njëjtin rol kur kemi bashkëpunuar me opozitën, me do të thotë deputet, në mënyrë që me ekspozu korrupsionin, me ekspozu dukurit e këqija. Do të thotë roli i shoqërisë civile është që asnjëherë mos me qenë pjesë e pushtetit, asnjëherë mos me lu do të thotë ose mushit tek pushteti, por gjithmonë duhet me pas rolin e pavarur me ekspozu dukurit negative. Tash kur ne po ekspozojmë dukurit negative, ku fatkeqësisht janë përfshirë vetëvendosje me afera milionshme, me korrupsion masiv, do të thotë tani me të njëjtit po bëjnë përpjekje me delegitimu fjalën e lirë, me delegitimu OJQ,
me i delegitimu mediat, gazetarët, sepse çdo ekspozim i korrupsionit është do të thotë një farë mënyrë e dëmshme për ta, sepse kjo ndikon pastaj në vota, në elektorat, apo çka për ta fatkeqësisht është e pa e imagjinueshme humbja pushtetit, sepse si duket të njëjtit do të thotë pushtetin e kanë më diçka që mendojnë se duhet ta kenë sa të ngjallë. Faktikisht, cili është ndikimi i kësaj dukurie, i gjuhës e urrëties nga politikanët? Ndikimi është shumë dimensional. E para e cënon rënd demokracinë, e cënon rënd fjalën e lirë, sepse tash do të thotë fjala e lirë po kamuflohet nga partia në pushtet me gënjeshtra, gjuhë të urrëties, mashtrime, do të thotë publikim të pavërtetave. Në anën tjetër e pom rastin e deputetit Armend Zemaj, do të thotë nga kjo gjuhë që vjen nga vetëvendosja, do të thotë militantët e tyre, njerëzit e tyre, tani më mendojnë që mundën të dalin të rrahin qytetarët, deputetët edhe në shesh, mendojnë do të thotë që kanë të drejtën ta kenë rolin kujdestar për të treguar secilit në këtë shoqëri kush është tradhtar, se sa është patriot, por çka është edhe më e keq do të thotë ka ndërtu këtë polarizim kaq të madh në shoqëri, e cila fatkeqësisht nuk është që të mund të shërohet lehtë. Do thotë në farë mënyrë janë duke përmbys demokracinë, janë duke përmbys vlerat të cilat kanë qenë, si themi, para 5 viteve, para 10 viteve të mirëqena. Dhe këto vlera se do të thotë pothuajse janë në pikpyetje dhe janë duke dëmtuar demokracinë, por çka është e rëndësishme janë duke dëmtuar vetë fundamentin e shtetit. Ish-kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala tha për Radio Televizionin 21 se ministra në detyre tregtisë dhe të tjerët rrezikojnë dënim me burg deri në 13 vjet në rast se prokuroria dëshmon para gjykatës keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Shala tha se veprat për cilat akuzohet Hajdari dhe zyrtarët e tjerë janë serioze, ndërkohë që sipas tij në akt akuzë për aferën me rezervat shtetërore ka mundësi që të ngrihet edhe për vetë kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Fillimisht duhet të kemi parasysh se këtu vlen parimi i prezumimit të pavajsisë, andaj nuk duhet të merrem si fajtorë se përgjithësisht, po kjo është ka dyshim të bazuar se e njëjta me ata 3 persona tjerë ka kryer vepra penale për keqpërdorim të pozitës dhe zbulimi i sekretit shtetor. Sa i përket me konsideroj që kemi pasur një pengesë gjatë zhvillimit të hetimit këta për shkak se kryeministri Albin Kurti nuk ka marrë pjesë dhe nuk ka kontribuar që të zbardhet edhe të e drejta, edhe të ngritet akuza apo jo, nga se ka penguar drejtësinë këtë rast se nuk u paraqit në prokurori për dhënien e dëshmisë si dëshmitarit. A mund presim akt akuza ndaj tij për, siç e thatë, pengim të drejtësisë? Sa i përket pengimit të drejtësisë nuk besoj, por si duket ka informacione se çdo gjë që ka u bën këtë land ka qenë informum kryeministri. Prandaj çdo gjë që u bë me lejen e tij, ka informacione të tilla. Prandaj ekziston mundësia që një ditë të ngritet akuza ndaj tij, jo për pengim drejtësie, por për shkak se ka qenë edhe bashkëpjesëmarrës me këta 3 në këtë vepër penale, nga se këtu shihet edhe qartë. Në kohën janë 2 kontrata në pyetje. Një kontratë është me Turq, e cila ka qenë për blerjen e grurit, edhe se në kohën kur është lidhur kontrata, nëpër bursa ka qenë çmimi diku parafërsisht 200 euro. Toni i grunit ta kanë paguar 400. Domethënë këtu shihet qartë që ka dallim në çmim të madh, edhe se për këtë duhet merret përgjegjësi dikush. Edhe se kontraktuesi që është lidhur diku 59.000 ton nuk i ka pru. Prandaj ka mungesa edhe në këtë mënyrë, edhe të çmimi edhe mungesa e grunit. Gjithsesi kemi edhe atë kontratën tjetër për sheqer edhe vaj, dhe aty ka mangësi edhe çmim të lartë, por këto do të vërtetohen në gjykatë. Gjithmonë kemi këtu prezumimin e pavajsisë. Tashmë kemi një akt akuzë. Kryeministri në detyrë Kurti kishte refuzuar që të shkonte të jepte dëshmi. Çfarë ndodh nëse i njëjti nuk shkon prapë të jep dëshmi, me që prokuroria kishte në akt akuzë? E ka propozuar si cilësi dëshmitarit. Po, e ka propozuar, por siç dihet gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special 2 herë ka dënuar nga 250 euro dhe ka urdhëruar që të paraqitet në gjykatë. Mirë, por ky nuk i ka zbatuar as vendimet e gjykatës që të shkoj të jap dëshminë, edhe se përket tani kur në shërtim kryesor janë propozuar edhe shumë dëshmitarë tjerë,
dëshmitari është i obliguar, shkon për shkak se atëherë nëse nuk shkon, parashit në dënime për dëshmitarin, edhe me burg. Nëse ai refuzon të dëshmoj pranë gjykatës. Prandaj unë shpresoj që edhe ne më në fund të bindet kryeministri në detyrë Albini që të shkojnë në gjykatë dhe që të dëshmoj lidhur me këtë çështje edhe të kontribuojnë në zbardhjen e drejtësisë në këtë çështje për shkak se janë akuzuar ministrja e saj. Për çfarë vepra penale kemi të bëjmë? Po kemi të bëjmë për vepra jashtëzakonisht serioze. Për shembull, kish prodhim detyrë zyrtare, ne 414 në paragrafin 2 për shkak se këtu kemi bëjmë një vlerë të madhe, diku përfshihet vlera e dëmit që është kushtu buxhetit Kosovë 3 milion, parashit dënimit e 10 vjet burg. Ndërsa për zbolimin e sekretit shtetror, sipas kodit penal, parashit dënimit deri në 3 vjet. Kështu që për këta ministra dhe këta 2 persona zyrtar janë për këtë vepër, gjësa i katërti, ai ndihmë në kryen e veprës penale akuzohet Ridvan Marremi për më duket. Teksa mandatari të 2 televizjes vetëvendosje për kryeministër Glau Konjufcës i kanë mbetur vetëm edhe 8 ditë afat për krijimin e qeverisë së re, duken të pakta gjasat se ai do të thrasë seancën për qeverinë. Por deputeti i lëvizjes vetëvendosje kritikojnë partinë e ish opozitës për bllokim të formimit të institucioneve. Sipas deputetit Mifail Vajqinovci, mungesa e gatishmërisë për të mos bashkëpunuar me vetëvendosje në formimin e institucioneve ka shkaktuar pasoja edhe në miratimin e buxhetit dhe planit të rritjes së BE-s. Mendimi jem, opinioni jem është se këta kanë dashur me bler kohë dhe këtë kohë që zgjedhet në ushty deri në fund të dhjetorit, cilat kanë qenë strategjia e lëvizjes vetëvendosje, ndoshta numri 1 dhe fluksi më i madh. Për atë që dihet deri më sot zvarritin e ka bërë opozita. Ne me një herë pas bërjes konstituimit të kuvendit dhe vendosjes së kryetarit të kuvendit, ne me një herë ja kemi dërguar presidentës mandatarin. Në këtë rast zotin Albin Kurti, kryeministrin më të votuar në vend të gjitha kohëra. Pastaj nuk ishin votat dhe kaluam në fazën tjetër ku kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje e mandatoi Glau Konjufcën. Dhe absolutisht nëse është dikush që ka zvarrit deri më sot për 8 muaj rresht është opozita. Dhe tashmë ne konsiderojmë dhe besojmë që opozita do të reflektojë dhe pasi ne kemi bërë këtë, mund të themi, lirshëm njeriu më të votuar, nuk e kemi në listën për kryeministër, por e kemi njeriu në dytë. Në këtë rast besojmë që opozita duhet të reflektojë dhe ta votoj zotin Konjufca sepse është në rrezik buxheti i Republikës Kosovës që 85.000 shërbëes publik mos të kenë paga mas datës, mas shkurtit. Deri më tash janë apo nuk janë votat, sepse nuk dihet saktësisht. Albin Kurti ka pas 56, zoti Konjufca ka arritur të arrijë numrin apo si është gjendja? Nuk e di, sepse është në diskrecionin e mandatarit të për krimin e qeverisë, por ne kemi ju e dini deklaratën e mandatarit zotit Konjufca ku ka thënë se kërkojmë publikisht që të na mbështesë një qeveri kur dihet se kjo qeveri nuk mund të jetë shumë e gjatë, për shkak se e kemi pastaj edhe për çështjen e mandatit të presidentës, e cila mendoj diku në prill duhet të jetë, nëse nuk gaboj me datë. Andaj unë mendoj që buxheti i Republikës Kosovës, Radio Televizioni i Kosovës, komuna e Prishtinës dhe komuna e Gjilanit dhe e Zubin Potokut duhet të mos rrezikojnë. Ju e dini që kemi pas protesta të punëtorëve, 700 punëtorë të Radio Televizionit të Kosovës ku kanë me pa paga. Deputetja e AK-s Time Kadria i vlerëson se mandatari Konjufca është duke bler kohë pasi sipas saj ai nuk i ka numrat e nevojshëm për qeverinë. Kadria i mendon se kjo strategji e vetëvendosjes është një taktizim për zgjedhje në fund të dhjetorit. Mendimi jem, opinioni jem është se këta kanë dashur me bler kohë dhe këtë kohë që zgjedhet në ushty deri në fund të dhjetorit, cilat kanë qenë strategjia e lëvizjes vetëvendosje, ndoshta numri 1 dhe fluksi më i madh i mërgjimtarëve, duke ditur që ai llogarit në votat, më shumë në votat e mërgjimtarëve, sepse nuk e di çka mundet me ndryshu me numrin e votave kur qosja është e njëjtë, angazhimi është i njëjtë, më thonë s'ka angazhim zero, sepse fokusi ka qenë
komunat ku kanë qenë në balotazh, s'kemi ndonjë informacion që u taku me dikon, ose që ka kërku përkraje, ose shpesh e bilit kanë dalë, janë prononcu që kanë thonë i kemi votat ose përkrajet ndonjë deputeti individualisht, po as këtë s'po e dëgjojmë, do të thonë është një heshtje totale dhe kjo jep me kuptu se lëvizja vetë vendosje thjesht dhe mandatari i dytë që është akredituar nga presidentja, ka qenë veç blirje kohës dhe asgjë më tepër. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi Melos Kolshi thotë se Konjufca nuk është duke bërë përpjekje për ndonjë marrëveshje politike që do t'i siguronte atij numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë. Sipas tij, më mirë është Konjufca të tregojë se nuk i ka numrat në mënyrë që vendi të mos humbë kohë. Drejt përfundimit të afatit kushtetues, kur mandatari Glau Konjufca duhet të dalë përpara deputetëve të dëshmojë nëse ka shumicë. Ndërkohë nuk ka sinjale nëse ka bashkëpunime me ndonjë subjekt politik për sigurimin e votave. Si e vlerëson këtë element? Po burime shumë e rëndësishme të dihet fakti që lëvizja vetë vendosje tashme aktualisht nuk i ka numrat e nevojshëm pra për formimin e qeverisë apo shumicën absolute, kështu që domosdoshmërisht e pashmangshëm i duhet një bashkëpunim me subjektet e tjera politike, në mënyrë që ta arrijë atë numrin apo koalicionin e nevojshëm për formimin e qeverisë apo formimin e shumicës absolute të nevojshme për të votuar kryeministrin e radhës, mirë po një tentim të tillë ne nuk po e shohim, të paktën nga deklaratat e subjekteve politike, po ashtu të individëve të subjekteve politike, për arsye që lëvizja vendose me vetë faktin që nuk i ka numrat, patjetër që duhet ta formojë një koalicion apo të tentojë formimin e një koalicioni për të siguruar numrat për mandatarin e dytë, pra që është zotëri Konjufca. Mirë po, çka është e rëndësishme është të dihet fakti që ne tashmë jemi shumë vonë në lidhje me formimin e qeverisë, madje jashtëzakonisht vonë, kështu që nuk duhet që të presim deri në fund afatit apo përfundimit të afatit, mirë po zotëri Konjufca duhet që të deklarohet nëse nuk i ka numrat e nevojshëm, atëherë të tregojë dhe që të procedojmë tutje, që të mos humbasim kohë me tutje për arsye që çdo vonesë po na dërgon edhe drejt humbjeve të mëdha financiare, po ashtu humbjeve të mëdha institucionale që po ndodhin në Republikën tonë, kështu që është shumë e rëndësishme të dihet fakti që lëvizja vetëvendosje të deklarohet në lidhje me atë se a ka të paktën shpresë për formimin e qeverisë apo do na përcjell kjo rutina e përgjithshme e cila tashmë është bërë edhe e mërzitshme, ku këta po premtojnë që i kemi numrat mirë, po kur po vije koha tek votimi, atëherë po atë po e shohim që nuk janë votat e nevojshme dhe se e gjitha çka kemi fituar është një kohë e humbur për të cilën nuk kemi nevojë. Çka ndodh nëse dështon me 19 të këtij muaji kur të dalë para deputetëve, afatet kushtetuese si e parashohin? Po është afatet kushtetuese tashmë fatmirësisht i kemi të ashtu të saktësuara për arsye që këto saktësohen me Kushtetutën e Republikës, ku presidenti i Republikës mandej në rast të dështimit të formimit të qeverisë nga mandatari i dytë ka 40 ditë kohë që brenda atyre 40 ditëve të shpall zgjedhjet reja dhe që në bazë të atyre zgjedhjeve mandej të formohet qeveria, të procedohet tutje, ku shpresojmë dhe besojmë që këto, domethënë nëse hipotetikisht kemi zgjedhje, nuk do të na përcjell fati i njëjtë i cili na ka përcjellur fillimisht me konstituimin e kuvendit apo më mirë të themi me dështimin e konstituimit të kuvendit, e mandej edhe dështimin e formimin e qeverisë apo zgjedhjen e kryeministrit. Në ditën e tretë të dëshmisë në gjykatën speciale në Hag, ish diplomati amerikan Christopher Hill ka përmendur marrëveshjen e Rambujës, e cila si shta ai ka rrëzuar pikpamjet e Slobodan Miloševićit se amerikanët nuk mund të përzgjedhin për partner UÇK-n gjatë luftës në Kosovë. Sipas Hillit, Miloševići thoshte vazhdimisht që shqiptarët nuk mund të bëhen bashkë për asgjë. Ish diplomati amerikan Christopher Hill, gjatë dhënies së dëshmisë së tij në Hag, sqaroi rrethonat e nënshkrimit të marrëveshjes së Rambujës. Gjatë pyetjes së trupit gjykues, Hill tha se ekipi i shqiptarëve të Kosovës në Rambuje ishin të bashkuar dhe të unifikuar për nënshkrimin e dokumentit.
Ajo që ka kujtoj unë është se i gjithë delegacioni shqiptarëve të Kosovës ishin dakord me marrëveshjen. Nuk më kujtohet se kush e ka nënshkruar, por të gjithë ishin dakord që të nënshkruanin dokumentin dhe ishin pozitiv në atë marrëveshje. Nënshkrimi në Paris, më duhet të them që isha shumë i kënaqur nga fakti që personat të cilët nuk ishin ulur në një tryezë të përbashkët dhe nuk ishin pasur të njëjtin mendim, në atë moment ishin në një mendje, ishin bashkë. Tutje Hill i pyetur sepse SBA vazhdoi me marrëveshjen me vetëm një palë nënshkruese, diplomati amerikan tha se kjo ishte dëshmi për deklaratat e Miloševićit, i cili kishte thënë se shqiptarët nuk do të pajtoheshin me asnjë marrëveshje. Ne po i thoni Miloševićit që i kishte gabim, ja ne e arritëm marrëveshjen. Për Titani do të bësh mirë që të mendosh se cila do t'jetë lëvizja e radhës së Serbisë. Do të thotë kjo ishte ideja, të paktën jo për mua. Jo për mua sepse unë personalisht mendoj se luftrat janë shumë të rënda dhe unë personalisht kam shumë probleme me zgjidhje të tilla. Luftrat përfshin me vete shumë tragjedi të tjera. Hill shtoi se Slobodan Milošević ishte i shqetësuar se amerikanët po përzgjedhin për partner UÇK gjatë luftës në Kosovë. Hill tutje e tha se nuk donte që Adem Demaçi të kishte rol udhëheqës në UÇK, pasi sipas tij Demaçi ishte një person me mendime të forta dhe ishte e vështirë për të bashkëpunuar me të. E saktë, kam takuar disa herë dhe ndonjëherë persona që kanë mendime të forta kanë edhe ndikim. Dhe nuk doja të isha në një situatë ku nuk i dija mendimet e tij, por për faktin e bashkëpunëtorëve tonë personalisht, unë nuk isha në favor të zotrit Demaçit që ta konsolidonte këtë ekip. Duhet të kuptoni që në mungesë të sistemit komandues kishte një lloj lufte për pozicione mes personave dhe ai mendonte se kishte vuajtur më shumë se të tjerët dhe i takonte rrjedhimisht një rol drejtues. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi ndodhen në praburgim prej nëntorit të vitit 2020. Ish-krerët e UÇK-s akuzohen për krime të pretenduara të luftës, për çka janë deklaruar të pafajshëm. Për më shumë informacione, mund të klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv, si dhe të vizitoni profilet e Radio Televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.